gjithë bile në rastin e kësaj shoqës tem, bëj ke gjyshem gjithë kënaj ke Shqip. Kur asnjë këngë kështu bosnjakisht të serb nuk kena dëgjuar ai me kënu. Po. Amina, thatë që e keni kuptu në një mosh adoleshente që jeni shqiptare, si ka qenë kjo gjë? Po për fatin e keq, si shumica në Sanxhak, as unë s'kam ditur që jam shqiptare. Mendoj se ishe bosnjake, ndoshta. Po. Deri një moshën 11 vjeçare kur për herën e parë kena shku në Kosovë, bash në Mitrovicë, në qytetit e Mitrovicës, kena shku për me vizitu qatë qytet. Qata njerës që takojsha në jugun e Mitrovicës më kanë dukë si njerës të mi. Ti Shqipen e ke folë që e vogël? Jo. Në shtëpi? S'ka folë? Jo, s'kam folë. Deri në Deri në 15 vjeçare. 15 vjeç e flisje serbisht vetëm? Po, serbisht, sepse edhe në shkollën, ku kam qenë, shkollën fillore, shkollën mesme veç. E flisni shumë mirë gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. E keni mësu? Shumë mirë. Në mosh? Po, për fatin e keq, unë e kam mësuar. Dhe shkuat në Mitrovicë edhe atje rat kontakt me që me ndjeve që ky është gjaku im. Po, bile edhe në një si gift shop për sanët kena hyrë me Bobin, edhe një njeri më ka pas emrin Osman, bile edhe në livrën tam kam shkrujtur, e ka pas plisin i bardhë. Po. Edhe unë e këqyrsha atëherë si fëmijë me një dashnin të madhe, pa e ditur që ai plis është edhe gjyshit tem. Po. Edhe ai më ka këqyr, e më ka afru, unë e pi frikës jam largu. Edhe u afru bobi jem, e bëj ke ai Migja Osman, bëj ke pse po më këqyr. Unë e kam tha veç me kryt, nuk të kuptaj, se nuk e di gjuhën shqipe. A e fille ka nisë me folë gjuhën bosnjake. Bëj ke pse zbokçega me gledash, pse po më këqyr, pse po më shikon. E thash po më ka pëlqy kapuçi juv. Po. Bëj ke po e njëjtë kapuç ke pas ti edhe në Novi Pazar. Se po shoh se baba fol ke marrën me ta, edhe ka kallzu babi që jena pi Novi Pazarit. Një ndjenja, bile edhe i bëjke, po edhe ky kapuç ka qenë në Novi Pazar deri vonë edhe ju jeni shqiptartë. Mu një farë mendimi më ka ardhë, po atëherë isha fëmijë nuk mu isha, se me kallzu babës tem, kam dashuri për shqiptartë, film kishtë thot ti e çmendur. Po. Që është me pas dashurim për shqiptarë, sepse ata e kam shef historin për neve. Nuk kam dashur me fol, për shkak e dajes tem që ka hjek me Serbin. Se ka pas babi, me momin kam pas frikë shumë, edhe hala e kanë, ende e kanë frikën për mu. Kam nisur edhe une me këngat shqiptare, ka dalë mësojsha, lëshojsha në kompjuter. E pasha vetën që diçka po më lidhet me kombin shqiptar. E nisha do shkrimet në Facebook me flamurin kombëtar shqiptar, postojsha në Facebook. Deri një natë s'ka ardhur axha jem, vlloi Bobit, pi frikës për mu, mos po më vrojnë serbet, mos po më bojnë diçka keqe, ka nis me folë shumë fjalë të rënda dhe shumë fjalë të këqija për shqiptarët. Të gjaj, Migja. Migja, po, vlloi Bobit. E kuptoj. Edhe ka nisur një farë me shajtjen për shqiptarët. Babi jem është shumë njeri jurt. Ai rrallë flet, nuk flet shumë, veç kur u kuq edhe bëj ke vllaut vet, po çka e të fol bre? Çka e të fol? E din që edhe na jena shqiptarët. E din që baba jon e ka la amanet, kur vdes, me qit në varrin, me plisin shqiptar. Babi atëherë ka haru që janë në dom. Çfarë terrori zoti Guri, prindrit? E kanë ditë shumë mirë origjinën e vet, por nuk ja kanë transmetuar fëmijëve nga Afrika. Se mos i ndodh gjë, madje as gjuhën nuk ja kanë transmetuar veç nga Afrika. Ja vërtet fare. Po tani ka ardhur momenti që kjo frikë të zhduket sepse prandaj hiq më errësirë, Brother i Zor Kela, hiq më errësirë, pakës dritë. Këtë po na sjell zonja Amin. Pakës dritë. Po patjetër gjithë këto sakrifica me fol
gjuhën tënde që është folur me mira vite. Për t'i thënë shqiptarëve me deklaru identitetin. Që Sanxhaku i Pazarit të Ri ndodhet në veri perëndim të Kosovës, pranë Mitrovicës, më korrigjo, ku kufizohet me Kosovën në lindje, me Serbinë në veri, edhe në jug me Malezi. Po e kanë darë mund mes ata të dy. Rozhaja dhe Sanxhaku janë themelusit e Rashës, e perandorisë madhe. Rashka. Rashë. Që do vi do flasi një emision tjetër. Dhe shumica. Malezezët janë 100% shqiptarë, të themi. Dhe serbët janë një pjesë e mirë shqiptarë. Dhe kur i vajti tregtar shqiptar, vajti në Marziti. Në këto, qetinja, qytetet. Edhe të biznesmena, në të 2-5, edhe dëgjon të gjyshja dhe jeti, që po flise ky Shqip, akoma ky s'dinte e Shkodrani, Koplikua, Marsia jonë, edhe që po flitet aty, i biri slavisht, serbisht, si bie, malezes. I thoshte, po që po ka art një mik, një mysafir që po flet Shqip, gjonë time, i thoshte. Riurt, i thoshte i gjysht. Se nuk është shqiptar, tësh. Por në po fletë Shqipi, thoshte gjyshi. Se gjyshi akoma flisë Shqipti. Akoma me plisën kokë gjyshi. Akoma me tirkjet, me vijat. Ta që pyre ime, ju i keni patur këto lloj veshjet pak të mirë gjuhën, e kuptuam. Po veshjet? Veshjet deri ke gjyshi. Kanë ekzistuar veshjet kombëtare shqiptare që edhe hala në fotografitë e vjetra në Novi Pazarit. Na i kena gati 200 fotografitë e vjetra. Deri në vitet? Deri në vitet 1990-s. Të 90-s, ka pas, në anën e Peshterit. Në anën e Peshterit, vetëm. Por në Novi Pazar, në Sanxhak, në Pazar të Ri, ka pasur deri 1940-s, 42-s, kështu. Ka pasur, po është shumë interesant kur kena nis me grumbullu krejt fotografitit e vjetra. Ka ndodhur që Serbia gati 650 fotografitet ka hjekur nga Google. Po, muze, keni juve ati? E kena në zyrën e Këshillit Kombëtar Shqiptar, e kena hapur me fotografitë e vjetra të Sanxhakut, nga Bjelopolje, Rozhaje, Novi Pazar, Tutini, Sjedica dhe nga ana e Peshterit. Bravo. Tani zoti Bale më lejo të them diçka me lejo. Unë jam i bindur që edhe Nikola Tesla i veshur me tipike shqiptare, i cili nuk shkonte dot në shkollë të vazhdonte edhe jashtëti, po edhe në shkollat e në atë kohë i bie të ishte ajo Serbia ose pa deklaruar që era serb. Edhe i ka qenë i detyruar si prindi, si vet ai, që thoshte s'ka më qita përndër 17 vjeç. 18 vjeç. Po kush i jep të drejtën shqiptarit që të studionte? Ja i Nikol Tesla ti. Edhe ka shumë shqiptar folë soti, e më leri këto domethënë, që nuk besojnë kerrejt e tyre ti. Nuk ka mundësimor që ai të ishe serb dhe të vishesh alla shqiptarçë. Nuk ka mundësimor, nuk ndodh. Veshje tipike shqiptare. Sepse ai e uren ke fotografin. Po, sepse në 45-ën, 45-ën, kur është pyetur këta udhëheqësit komunist të Kosovës, e disa komunistë kishte Kosova. 8-10 komunista gjithseja, po i thotë, në vitet 45. Pjesa tjetër nacionalista, që këta i quajnë reaksionar. Po kur pyetën këta Fadiloj, bashkimin me Shqipërinë, po. Kur pyetën këta, e do me Kosovën, e do me plis, apo e do pa plis. Me plis e tha, po nuk keme ne jeta. Pastaj pranoi Fadilojja Kosovën pa simbole, që bën pjesë asaj që po diskutojmë neve. Kam ndodhur që e kam lexuar një libër e historia në turku, sepse unë e flasa dhe gjuhën turqisht. Është Hakif Fazliullu, është djali i Sanxhakut, po për fatin e keq kur ka qenë familja e tij ka rikur për Turqie dhe ai bash ka studiu pjesën e Sanxhakut shumë mirë, edhe në kohën e Stefan Nimanit. Ka libër që e ka shkruar kur ka ardhur baba i Stefan Nimanit, e ka thënë birit e vet ç'është duhet me dha emrit e vendit ku jetojmë na. E dini ç'është e ka dhëla? Pazarishte. Është vendi në Novi Pazar që e ka la emër Pazarishte. Pazar ishte. Ka qenë Novi Pazar. Po pra, Pazar ishte. Në komplet Shqip.
Komplet Shqip. Edhe pazari është Shqip e diskutuar. Pazari ishte. Po. Dhe të lutem atë të Kongresit Berlinit që u filloi pikërisht ndarja 1878 për ju qytetarë shqiptarë për të zhdukur këtë errësirë dhe për të fituar pakës dritë. Këtë u qisua zonja Amin, një qiri, shuan, jo, të 1800 mbledhja që është bërë në Kongresin e Berlinit. Fillimisht zoti Guri u bë Shën Stefani, prap në atë vit, po pak muaj, më duket 3 muaj më parë nga Kongresi Berlin. Shën Stefani ishte i tmerrshëm. Mori dhe Korçën, mori pjesë të tjera, edhe ne Katandicin. Zgjeroi Bullgarin. Zgjeroi Bullgarin. E çoi Bullgarin deri ku fitet Durrësit po. Derisa pastaj në Berlin një çik më e pan që e shkatruan fare e menderosën kur themin e shqiptarët fare. Kongresin e Berlinit lutem. Këtu e keni gabuar. Do ta themi, po. Se Novosela është në katunin e Tutinit, e nuk është i Nishit, nuk është Sanxhaku i Nishit, po Sanxhaku i Pazarit i Ri. Jo, është Sanxhak tjetër. Prandaj them të uruarit, zoti regjisor, nxjerrë atë kemi 2 Sanxhaqe. Kemi 2 Sanxhaqe, Sanxhakun e Nishit, po veç që kjo Novosela. Pastaj kemi Sanxhakun e Pazarit të Ri. Nesër mo, le të temi tash, sa për kujtes, 11 qershor 1919, ndërmjet Jugosllavisë sa po ishte formuar dhe Turqisë u përfundua marrëveshja për shpënguljen e shqiptarëve muslimanëve nga Kosova, Maqedonia dhe Sanxhaku për në Turqi. Sanxhaku pikërisht për juve. Se Sanxhaku ky është 1919, se 1878 ai Sanxhak, e kemi thënë disa herë bashkë, u kthyer në komplet të zero shqiptar, 1878 900 Nishi, Sanxhaku i Nishit, ai u rafshua komplet, u dëbuan dhe u masakruan, ku u masakruan në mes të dimrit. Po pra. Thoshin fëmijët ngrini rrugës duke ata që mund të esnin, ngrini fëmijët e vegjël. Ishte shumë ftohtë. Kurse edhe masakroheshin. Shiko që janë shqiptarë do zonja Amin, që në atë lloj dëbimi, vazhdojmë, eksodi, Golgot, genocid, zhdukje, përdhunim, dhunim. Të 7 konceptet shkojnë për shqiptarët e dëbuar edhe në Nish edhe në Pazar të Ri. Dhe rrugës, këta shqiptarë, gjenë një grua serbe që po lindët edhe këta e ndimuan dhe i dha, nuk u akmorën pra. Ky është shpirti shqiptarë, të dashur ku jeni, shqiptarët, që pasi dëboheshin, përdhunoheshin, genocid të 7 ato, që e tham, edhe kur erdhi rasti që një grua, një nën serbe po linte, po ishte pa kushte, këta e ndihmuan